Ka kryer një shërbim dhe ajo është bërë presidente me votat e Lidhjes Demokratike dhe me prezencën e saj aty në soll, ka arritur domethënë që të bëhet presidente. Tash këtu janë më shumë lojë fjalësh se sa që ka ndonjë përçarje mes tyre. Mirë, po unë mendoj që zotri Kurti është në një avantazh në kuptimin e qasjes së tij politike dhe një farlloj komoditeti që ja ka krijuar rezultati i zgjedhjeve të 28 dhjetorit dhe kjo fal një opozite e cila për mendimin tim ka qenë pa vizion konkret, pa ide, dhe nëse mund ta përdorim këtë fjalën e zhargonit popullor, e ka çmontuar, domethënë komplet opozitën në zgjedhjen e 28 dhjetorit, më shumë për fajin e tyre se sa që zotri Kurti ka ofruar diçka konkrete për qytetarin. Tash, të zgjedha presidentit, unë mendoj se zotri Albin Kurti ka një nëse mund të themi është në pole position, për arsye se ai edhe nëse nuk votohet presidentja, ai tenton që në zgjedhje prapë të futet dhe nuk e ka pik problemi, të futet si një dyshe së bashku me Vjosa Osmanin. Unë mendoj që është kalkulimi i dytë. Mirë, Sefaj, a shihni zgjedhje në këto momente apo mundësi të zgjedhjes pse vazhdojmë atutje. Po, vetëm ta marrëm një qendrim të zotrit Sefaj. A shihni mundësinë që zonja Osmani të zgjedhet përsëri një mandat të dytë apo një emër tjetër apo të shkohet në zgjedhje tërësisht? Atëherë, unë Vjosa Osmani, presidentën aktuale, e shoh si një kameleont politik. Është një person që i punon shumë dhe i përshtatet rrethanave aktuale, pavarësisht që ndryshojnë rrethanat, ajo shumë më aftë i përshtatet. Do ne kemi arritur me kupat herën e parë kur është zgjedhur presidente, se si ka arritur të afrojë lidhjen demokratike, këtë disa biseda të shpejta dhe të merr votat e LDK-s për të zgjedhur presidente. Pastaj kemi parë se si gjatë kohës kur ushtroi presidentën, domethënë herë ishte mbështetëse e fuqishme ose notere e Albin Kurtit, herë edhe e sulmonte Albin Kurtin, herë afroi shumë me bashkinë ndërkombëtare dhe dilte kundër Albin Kurtit, pastaj sa afroheshin zgjedhjet, pastaj prapë afrohej me Albin Kurtin. Pra ne shohim që është një lojtare që i përshtatet shumë rrethanave gjithmonë për interesat e saj personale. Pra ajo nuk don që ta hup autoritetin dhe pushtetin e vet politik, pavarësisht a është presidente apo nesër pretendon që ta krijojë një parti të vetën politike. Po thonë interesa personale për zonja Osmani, dje tha që interesi krejt Kosovës është që ajo të rizgjedhet përsëri një mandat. Po pse nuk ka? Po mirë është kjo një retorike mirë që ajo ti tregoj, domethënë që ti tregoj kundërshtarëve politik, ajo është shumë e pranuar dhe shumë e dashur në politik, sikur që të gjithë mezi presin që ajo të thënë politik dhe pastaj ajo të jetë personi më i fuqishëm. Unë e pajtova me vullnetin këtu kur thotë që retorika e saj po lë me tregu, ndoshta është edhe retorikë kështu një lojë, teori e lojës, ku ajo mundon ta fiksojë edhe Albin Kurtin që po futa unë në politikë si një parti, si një blok opozitar, atë gjasa që Albin Kurti të ketë pushtetin të vetëm, ashtu siç ai ëndron, atëherë më janë të zero pothuajse. Po në anën tjetër një Vjosa Osmani si lojtare e opozitës, ajo sigurisht pretendon që të jetë pastaj udhëheqja, domethënë të jetë lideri i opozitës dhe në farë mënyrë të krijohet një lojë re politike në skenën politike në Kosovë. Mund të shndrohet në lidere opozitare zonja Osmani krahasuar me zotrin Hamza, zotrin Abdixhiku. Pra ata thash se ajo përmendi shumë dy detaje që mund bënin shumë përshtypje. Kur e kritikoi zotin Kurti, ajo përmendi Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe raportet e ngurta se jo të mira me disa ndërkombëtarë. Që është pika dopt e Kurtit, që është pika e fortë e Osmanit në këtë rast. Përmendi gjithashtu pjesën e FSK-s. Pash kjo edhe kërcënim për vetëvendosjen. Për herë të parë, presidenti ja u anku për buxhet të FSK-s diçka më ne kemi thënë, nuk e kuptova qartë për çka ke, se presidenti sa i dërgon rekomandimet e veta ka mujt me bë, ke u miratu buxheti, aja ka bothiri më miratuaj buxhet, e tash dje gjeti me dokumente, me u anku në një formë që s'ka një buxhet, por nuk ke shumë e qartë. Edhe mënyra si qysh ajo ndërtojke, tash rrethimin e saj natyrej, si një njeri që përfaqëson Kosovën diplomaci, që mburret me 4 njohje, që u mbër ke me 20 të kena rikësy 20 njohje, unë nuk e di atë koncept. Pa kufar argumente, asë një argumente, nuk e dim. Ideja është që ajo falke politikisht. Ajo më nuk falke si presidente, për mendimin tem. Ajo falke si një konkurente ashme opozitare.
Por a ka qumë mesazhe edhe për vetë zotrin Kurti që të mos e lejoj që të bëhet opozitarist e tij? Ajo për Kurtin fal. Unë mendoj kështu i nderuar. Mendoj që zonja Osmani nuk e ka hallin të bërit të saj opozita, ajo ka hallin e zgjedhjes së saj përsëri presidente. Ajo përpiqet të përdor këtu kartat e saj, të cilat për mendimin tim janë edhe infantile, tregojnë papjekuri këgjat në qasjen e saj politike, për arsye se kjo asnjëherë nuk ka qenë konsistente sa herë do që ka kundërshtu. Nëse presidentja Osmani qenë ka aq konsistente në qasjen e saj dhe nuk qenë ka një farë lloje e bashkuar me zotrin Kurti, ka pasur mjaft argumente që ta kundërshtojë edhe gjatë mandatit 5 vjeçar. E kemi rastin e sulmeve të parreshtura ndaj organeve të drejtësisë, e kemi kryeministrin Albin Kurti me deklaratat e ashpra nga Parlamenti i Republikës së Kosovës ndaj prokurorisë, ndaj prokurorëve të caktuar, pastaj sulmet ndaj mediave. E kështu me radhë, ajo asnjëherë nuk ka treguar që është një person unifikuese e cila e garanton kushtetueshmërinë në vend. Mirë, po kemi pasur edhe raste më herët kur ajo në raste të caktuara sporadike e ka kundërshtuar zotrin Kurti, vetëm që asoj të bëhet një shërbim. Që ajo të tregoj që unë jam personi i cili ty mund të më ajo kishte të drejtë në një aspekt, në aspektin kur thotë që asnjëherë nuk është që të bëj opozitë. Vjosa Osmani historikisht ka qenë një përqarëse e madhe politike në vendin tonë. Ajo prej momentit kur e ka përqarë lidhjen ose e ka përgjysmu lidhjen demokratike të Kosovës, ajo praktikisht, dhe më thonë, përsëri i ka disa njerëz atë që shpresojnë, ose kjo shpresën të ta, ose ata shpresojnë të kjo, që të keni armëri politike brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Ne kemi deklaratë e fundit. Nëse thoni që ka bë këtë LDK-s, LDK-ja në anën tjetër e shpërbleu duke qëndruar në... Absolutisht. Vjosa Osmani, LDK-ja këto vazhdimisht e ka... Vjosa Osmani ka drejt kur thotë që unë jam presidenti i parë që ka qëndruar opozita në sallë. Se është me të vërtetë e tillë. Kjo është logjika, për arsye se